Komandanti i KFOR-it, generali Erhard Reus, sot ka qëndruar për vizitë në komunën e Vushtrisë. Me këtë rast, ai ka takuar kryetarin e komunës së Vushtrisë, zoti Bajram Mulakun. Ai po ashtu ka vizituar edhe gjykatën komunale, spitalin, si edhe shkollën e policisë. Das ist V, I und Z. I? Viziana. Ja, Viziana. Das ist der alte Name der Stadt. Wurde ein Stein gefunden halt. Und auf diesem Stein war der Weg eingezeichnet, wie man nach Vuštri kommt, oder nach Viziana kommt. Das war ein Meilenstein, ein römischer Meilenstein. Genau, das ist Ja, ich versuche jede Woche eine Gemeinde zu besuchen. Unë vërtet po përpiqem që të vizitoj çdo javë një komunë në Kosovë, që të mësoj se si jetojnë qytetarët aty, para se gjithash si bashkëjetojnë ata. Dhe sot vërtet për çdo javë përgjodha Vushtrin, fillimisht e vizitova dhe Akademinë e Policisë, e vizitova dhe stacionin policor këtu në Vushtri, me pas edhe gjykatën dhe tani në fund të vizitova dhe kryetarin e komunës me bashkëpunëtorët e tij. Hasën e një mikpritje shumë të përzemërt. Na thoni çfarë keni biseduar me kryetarin e komunës? Was sind dann die Punkte die wichtigsten? Ich war interessiert an der Entwicklung. Bistum natyrisht isha interesuar të mësoj sa më tepër për zhvillimin e komunës, për përparimet që po bën të mira të qytetarëve, ndërsa kryetari më informoi për gjitha ato angazhimet e tij për të mirën e qytetarëve dhe para se gjithash më informoi për bashkëtesën mes komuniteteve që mbizotron këtu në komunë dhe sot natyrisht ishin këtu përfaqësuesit edhe të komunitetit apo të vendbanimit më të madh të komunitetit serb prej Luzhës edhe përfaqësuesit të zyrës për komunitete dhe të dytë sikur sekretari ashtu edhe këta përfaqësues më informuan për një bashkëtesë shumë të mirë që kanë mes vetë dhe natyrisht bisedojmë edhe për projektin e urës në Luzhë, kështu që vërtet e përfitova një pasqyrë shumë të mirë dhe shumë pozitive. Sparet ju them që në vërtet i shumë nderuar me vizitën e generalit sot në komunën tonë. Dhe është e vërtet që kjo vizitë sigurisht vjen në kuadër një bashkëpunimi shumë të mirë të institucionit komunës, qytetarëve të komunës me KFOR-ën që vërtet kanë kontribuar shumë në krijimin e sigurisë në Kosovë, po edhe në komunën tonë. Natyrisht për gjitha këto falenderova komandantën e KFOR-it, generalin, dhe e njoftova për komunën tonë, në veçanti për gjendjen e sigurisë, e njoftova për integrimet komuniteteve tjera, në veçanti të komunitetit serb në institucionet e komunës dhe në jetën e përditshme. Njoftova me zhvillimin e projekteve ndryshme që bëhen në komunë, në veçanti për projektet që po zhvillohen ose zhvilluan në vendbanimet e komunitetit serb. Dhe kjo ishte parafërsisht që biseduam, më të vërtetë ishim shumë nderuar dhe kishim një ndjenjë të mirë me generalin sot. Sot kemi qenë në gjykatën e Qarkut. Para 4 vitesh punëtorët e asaj gjykate u larguan me dhunë nga veriu. Ata erdhen si mysafir në Vushtri, do mund të shupon 4 vite. Kur do të krijohen kushte atyre që të kthehen në vendet e tyre të punës? Zu einer wirklich vollständigen Lösung dieses për një rifillim të suksesshëm të punës së gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës Matanibrit mund të vjen vërtet vetëm atëherë ku të gjihet një zgjedhje politike e cila do ta përfshin edhe pjesën veriore të Kosovës.